Shikoje, do thot fjalën e Aishës radhiyallahu ta'ala anha, e cila thot se prej kur e mojnë men prind të mi falen. Apo sa është e mirë kjo që fëmiu në shtëpi të rritet prej kohës kur fillojnë me kuptu diçka, prej asaj kohe ta mban men nënën me shami, e ta mban men babën duke rënë sej duke u fal, e të mban men një ambient fetar, një ambient islam në shtëpi. Sa ndikon kjo pasaj që ata t'jenë më kualitativ, të edukuar në frymën e islamit. Prandaj Abu Bekri nuk është i angazhuar vetëm për jashtë, por insistonte që ambientin që ai e ndonte me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, me sahabët të islamit jashtë, këtë ambient ta selte edhe në shtëpinë e tij. Jo që shtëpia jonë tjetë e ndarë nga aktivitetet e tona fetare që kemi jashtë. Andë dikush mundën me qenë pjesëtari lloj aktiviteti edhe dersi, ligjërata, angazhimi, kënaqësie jashtë, dhe kur vjen në shtëpi është kapitull tjetër, tash bëhet tjetër, një muhabet tjetër. Me ta bisedon tash për orëndit e shtëpisë, për pushimin ku do të shkohet, po ndoshta buxhetin e shtëpisë a mjafton as mjafton, absolutisht nuk ndon me ta asgjë nga ajo që ka ndonë me shokët e tij që është për jashtë. Kjo është gabim trashënik që familja të mbetet shumë hapa mrapa teje në ecën drejt Allahu xhalla xhelalu. Po ato rebelimet, konfrontimet, ato janë natyrave tjera. Por dua të them që duhet njeriu ta përdor autoritetin e tij në maksimum për të ndikuar në aspektin fetar të familjes së tij. Por nëse na këtë autoritet që kemi të ndëruar, sikurse kam përmendur vazhdimsi, e harxojmë me punë tjera. Për shembull, e harxhan për diçka që thjesht mund të kalohet. Sikurse për shembull në raport me gruan për një punë të shtëpisë, për një obligim ndaj tij që ka të një llokut, dhe aty e harxhan ti autoritetin tënd, aty do disiplinë. Pastaj nuk mbetet autoritet i mjaftueshëm për të futur disiplinën në aspektin fetar. Se është harxhu diku tjetër. Sikur që për shembull dikush nga mosha 2 vjeçare, 3 vjeçare fillon me rreth fëmin për diçka shumë thjeshta, apo ai pastaj bëhet imun. Se për mi rraheje s'ka mu, veç me e mytë, se mos hiq ka i banë mu, apo? Andaj aje ka provu maksimumin e autoritetit tëndë. Për çfarë gjëra? Për një kimik të thyer, për shembull, ose një shtrat të gërvishur, ose një mur të ngjyrosur. Për kaq aje ka provu maksimumin e autoritetit tëndë. Nesër kur vije dhe i thuhet, apo falu se të rrahi, aja kupton namazin si gërvishet murit, nëse dënimi është i barabartë, atëherë qenka dhe kërkesa e barabartë. E nuk duhet ti barazojmë këtë gjëra se na dëmtojnë në procesin e edukimit të fëmijëve. Duhet me ditë shumë qartë për çka ngritet zëri, për çka bojkotohet, për shembull ditë caktuara, për çka tregohesh i dhënu, për çka i shpërblen, për çka i dënon. Gjitha këto duhet jenë të rregulluara tek ne, që të dëshojmë të jemi të suksesshëm në familjen tonë. Po këto janë sebeve që duhet na më marr, edhe pse udhëzimi është në dorën e Allahut xhallahu ala, por nuk duhet neglizhuar këto sebeve. Andaj Abu Bekri, krahas angazhimeve jashtë që kishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ishte në për u kënaqte me sahabët, me ata, mirë po, atë material që me të jashtë e sjellte në familje. Dhe shikoj që nga ditë e para, gruaja e tij, familja e tij ishin kyçur në karavanin e besimit. Shikoj sa ka edukuar Abu Bekri familjen e tij. Vëllai nderuar, ka qenë i sigurt. Ka qenë i sigurt se ka investuar shumë ta. Por nga një nisim nga parimi i shumë kamuflazheve. Apo do politik bën edhe me anëtarët e familjes. Nuk interesohet për shembull pse kjo nuk ka rregull. Pse kjo çështje nuk ka rregull, pse në raport me këtë nuk ka rregull. Çka ka problemi? Mi mjaftojmë me, do të thotë, harnime të jashtme. Vetëm ku mos duket, veç mos duket. Mbulim. E mbulimi i vazhdueshëm grumbullon bërllogën brenda. A herën e parë nuk i vjen era, apo se mjafton një batanie me e penguerën, po kur bëhet shumë bërllog, apo tani edhe kur të mbulesh i vjen era. E lemo veç një herë me muçplu çka bëhet atë. Pse kemi qenë neglizhent të pakujdesshëm në trajtimin e problemeve të familjes që Allahu na ka ngarkuar me përgjegjësi për ta. Dhe kam na pyet Allahu për ta jomul qiyamah. Andaj po i them që nuk ka investim më i mirë i mundshëm që mund ta bën dikush për në familjen e tij. Dhe duhesh bajë shumë përjashtë me kon i frytshëm, shumë diçka i dobishëm që të arsyetosh për diçka që ti kthesh me javë. Se s'ki mundsi ndoshta tani pastaj këtë kohë më vonë. Mi po nëse produkti i jashtëm nuk është i përmasë të mëdha të muslimanëve,
Atër s'ki arsye më thonë se valla në zonë, na këtu, na shkume, na erdhëm, e nësa familje kamet të shkune A, ende, në rëtije që të zëja të krye alfabetin e islamit apo. Kjo hapësirë nuk tolerohet. Nuk tolerohet, po mendoj në rrafshin e sebepeve. A ke bo sebepet të gjitha të mundshme që të afrohet largësia. Por unë kam frikë se sot do të thotë po flas globalisht, duke mos përshtuar askën, e pse përshtimet ekzistojnë dhe ka dallime mes neve. Mirë po flas kështu globalisht. Familjet tona nuk janë në disa raste as për sa afër me hapat tonë që mi duket. Dhe kjo është shqetësuese. Kjo është shqetësuese, kjo nuk është normale. Pra e duhet që me të vërtet të interesojmë që të kemi pranë vetin, hap pas hapi. Sikurse në çdo rrezik do të pas nga vetë, apo me bova kia ti me kon në qytet dhe në qytet tonin me ndodh tërmet. Dhe policia ka rrethu qytetin. Zban me isë rrezik është hala. Ti e di që ki mrena. Çka jap me i mrena ti me kon nga ty na. Gjithë çka jap. Gjitha rrugë ti njek me kona fortune. Ani sprish punë, të mbien edhe mublet desën bashkë me ta. Këti jap. Për diçka që Allahu i ka ndorë ata. Ti smundesh edhe me kon mrena sulën një më. Madje nganjë ndodh që me përjashtë një më më se me kon mrena. Mirë, gjithë do me kon pranë tyne. Për punë dunjas. E pse nuk po insiston me kon pranë tyne për punë të ahiretit? Çdo kur me kon bashkë me ta. Bashk. Do me të po çish po falesh. Me hajde të shoh që po marr abdes. Po të shoh që po marr. Për shembull, me bë prova nganjëra. Nëse për shembull diçka. Edhe ata reagojnë çështë, ja gabim, çështë keni kon të bëj, që kon gabim fatal të bëj. Mundoj me eduku që kur je të arruin shpinë, të arruin ftyrën, të arruin derin. Pra e sikur se kam pranë dietarët, kanë një disa prova ndoshta dallojnë padyshim, nuk është prova e një sikur se ja bën gru, sikur se ja bën fëmijë të ri, sikur se fëmijë të vogël, mirë po. Me mësu fëmijën më me dorën e djathtë. Vazhdimisht. Si kjo duket e thjeshtë, po mund të bëhet krahasim pastaj këtë me veprimet e tjera. E pse më me dorën e djathtë? Pse? Pse çuna ka mësuar Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, s'ban më me dorën e majt. Mas dikohe, 3 muaj, 5 muaj, 7 muaj, 1 vjet, apo ja jap në dorën e majt lugën fëmis, 5 vjeçar, 6 vjeçar. Po shaj se këto e pas kanë zonë ha me këta. Nëse ai han, më ndëgju ty thosh, ja, gabim, nuk bën më ngumu. A kanë thonë që thotë Muhamedi sa më hongër me djath? Kur ai thot, edhe me ton baba mos hapta. Ai sa haran këtë ders kur mund jetë vetë. Tani ka marr para pritjeve shumë më madhe se një lugë, apo por e din ku të më përparsi. Se baba më ka thonë se edhe lugën s'ban me janë rru Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Provë thjesht. Po nëse si e pran tyni edhe këtë nuk e bën, ai tani han edhe me të majtën edhe me gjithçka që ai diën për dorë han, se ka pas nga dikon kur është dash mi thonë që s'ban më hungur çështë. E nëse nëse kemi pas në stat nder, si kemi pas mundësi, Allah e uzoft prind, e uzoft gjysmë, s'kan ditë, tarsut nuk nuk duhet që t'i bëjmë që fëmijët tonë ta ketë njëjtë situatë sikur se kemi pasur tani, për shkak se nuk ka pas dikush afër që thotë ka thonë Allahu, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Nëse na mundemi këtë, fëmijët tonë t'u japim. Andaj spaku Allahu nderuar ta bëjmë një gjenerat bile një hap më mirë se na hapta. Spaku një diçka tjetër më mirë se na. Nga se mundësi dhe kushti kanë më tepër se ne.